Përshëndetje të gjithë ju të shenjët se luanit. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit dhjetor edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, video me tema për dashurinë, por dhe videot të vitit 2026. Sepse ju jeni një nga shenjat më me fat. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Ne shohim energjinë që na vjen në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë, në javën e parë keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit që jeni dhe ju vetë, po ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në shenjat e tjera të zjarit. Këtu kemi të gjitha energjitë e shenjave të horoskopit dhe jemi te energjia e shenjës së Demit. Në fillim të kësaj jave, të javës së parë, ju shoh që jeni në pritje të një përgjigjeje. Një pjesë prej jush mund të prisni një përgjigje nga një person dhe këtu ka lidhje me dashurinë. Për pjesën tjetër, shoh që ju mund të jeni duke pritur një person që mund ta keni në distancë. Personi mund të jetë në distancë të shkurtër ose të gjatë. Gjithsesi, shoh që jeni në pritje të një personi. Ose ju prisni një përgjigje te vendi punës, ose prisni një përgjigje për punë, për një projekt, për bashkëpunime të ndryshme që do keni, por dhe në lidhje me karrierën tuaj. Gjithsesi, unë shoh një dritë të bukur që ka dalë, sepse është një kaproll i bukur aty. Ju jeni duke e pritur dhe ky lajm është rrugës për tek ju. Dhe kjo ka lidhje dhe në lidhje me një shtatzani për një pjesë tjetër, për të gjithë ata që janë në këto kushte. Gjithsesi, ju shoh që mund të jetë në pritje të një udhtimi. Gjithsesi shoh që jeni në pritje të përgjigjeve ose në pritje për të larguar jashtë shtetit, nga një qytet në qytetin tjetër, nga një vend pune në një vend pune tjetër. Por unë shoh që një dritë e bukur është këtu. Dhe që është gjatë rrugës për të ardhur tek ju. Dhe në mesin e javës shoh që ju keni manifestuar në lidhje me diçka që prisni dhe shoh një realizim. Ju do harrini të realizoni nëpërmjet përgjigjeve që do merrni gjërat që ju dëshironi. Kjo mund të ketë lidhje dhe në lidhje me situata të tjera që ju mund të keni, mund të jenë situata në lidhje me dokumenta të ndryshme, me trajnime, me studime të ndryshme që mund të keni. Gjithsesi, ju mund të merrni sipas situatave që keni. E rëndësishme është që në mes të javës ju harrini të realizoni gjërat që ju keni kërkuar deri tani ose që ju i keni manifestuar deri në këto momente. Dhe vazhdojmë në fund të javës. Në fund të javës shoh që ju besoni shumë te ndoshta te intuita juaj do besoni në lidhje me realizimin e diçkaje. Mund të jetë realizimi një dashurie, ju jeni duke pritur një person, ky person do vi tek ju dhe ju do harrini të realizoni një takim me këtë person ose një dashuri që ju e keni pritur. Por kjo ka vlerë edhe në lidhje me fëmijët, me shtëpinë, ju mund të jeni duke pritur dhe fëmijët tuaj, sepse jemi në fund viti, muaj festash është. Dhe gjithsesi shoh që keni hequr dorë nga besime që keni pasur. Mund të keni besuar në dashuri, ju dëgjoni brenda vetes në lidhje me një histori, me një njohje, lidhje ose në marrëdhënie tuaja. Dhe kjo gjë ju ka bërë që ju të dëgjoni intuitën tuaj, por të fusni dhe besime të reja në veten tuaj. Në fakt, tu kemi disa shkronja dhe unë do t'i përmend. Kemi R, C, E, M, D, F, P. Merrini parasysh këto shkronja. Gjithsesi, shoh që do futeni brenda vetes tuaj, do dëgjoni intuitën në lidhje me realizimin e diçkaje. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë në javën e dytë shoh që keni një takim me një person, ju keni manifestuar, dëgjoni brenda intuitës tuaj,
ndryshoni vizion ose këndvështrim në lidhje me dashurinë. Gjithsesi unë shoh një çift shumë të dashuruar, një takim ku ju do hidhni themelet forta në lidhje me këtë person. Ose në lidhje me lidhjet dhe marrëdhëniet, për gjithë ata që mund të kenë qenë ose ju mund të jeni në pritje të fëmijëve tuaj, dhe shoh që do ndjeni shumë të lumtur brenda familjes. Ndërsa për disa të tjerë, kjo mund të jetë një çlirim shpirtëror nga situata të ndryshme që ju keni pasur, lajme të mira të vendit punës, lajme nga ana ekonomike, por ju shoh edhe shumë të gëzuar dhe shumë të qeshur në fillim të javës së dytë. Dhe në mesin e javës së dytë, ju keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, të tokës edhe të ajrit. Në mesin e javës së dytë, ju shoh që ju dëshironi që t'i bëni gjërat në mënyrë të vrrullshme. Ndoshta është një person që ju hyni në një njohje dhe ju do dëshironi ta bëni sa më shpejt t'i çoni gjërat para në lidhje me këtë person. Për pjesën tjetër, mund të jetë që ju dëshironi të çoni para njohjet, lidhje dhe marrëdhëniet tuaja, po e mendoni shumë seriozisht këtë gjë, por thjesht tregoni pak të nxituar në bërjen e gjërave ose gjërat që ju kërkoni, dëshironi t'i bëni sa më shpejt. Do keni një ofertë në lidhje me dashurinë, mund të jetë një ofertë pune në lidhje me partneritete ose bashkëpunime të ndryshme që ju mund të keni, por ndërkohë ju shoh që do lëvizni gjatë gjithë kohës dhe në lidhje me anën tuaj ekonomike. Ju mund të keni edhe një punë që jeni gjatë gjithë kohës duke lëvizur. Në fund të javës shoh që ngeceni në mendime negative. Nuk e di, ndoshta nga që tregojeni pak të nxituar në mesin e javës, ju mund të mendoni negativisht me këtë person. Ndoshta ju dëshironi t'i bëni gjërat shpejt, personi është më i ngadalt në bërjen e gjërave dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të mendoni negativisht me këtë person. Ose ju dëshironi të bëni shumë gjëra në shtëpinë tuaj me fëmijët tuaj, thjesht do tregojeni të vrrullshëm dhe do filloni të mendoni negativisht që gjërat nuk lëvizin ashtu si ju dëshironi. Por kjo ka lidhje edhe në lidhje me punën. Do t'ju vi një ofertë pune, por nuk e di, sikur nuk do t'ju bindi kjo ofertë dhe ju do jeni ndoshta duke menduar atë pjesën më të keqe në lidhje me këtë ofertë, ose një bashkëpunim ose një partneritet që të keni. Por gjithsesi janë thjesht mendimet tuaja, sepse rruga është e hapur në lidhje me gjithçka. Kështu që dilni nga mendimet negative, sepse gjithçka që ju mendoni nuk është e vërtetë, rruga është e hapur në lidhje me çfarë do lloj situate që të keni. Për një pjesë tjetër mund të kenë lidhje me dokumenta të ndryshme, me anën shëndetësore, por mund të kenë lidhje edhe me trajnime, studime të ndryshme që ju bëni. Dhe vazhdojmë në javën e tretë. Atëherë në javën e tretë kemi energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të tokës përsëri. Atëherë unë ju shoh që ju po mendoni shumë seriozisht në lidhje me një dashuri, është një person nga e kaluara. Por e shoh që në mes të javës ky person do rikthehet. Ndoshta ju dhe e keni mbështetur në situata të ndryshme këtë person dhe ky person, ai ose ajo mund të rikthehen tek ju me një dashuri, në rastin tjetër mund të kërkojnë edhe një falje, sepse unë shoh që ju i keni mbështetur jashtëzakonisht shumë një person. Mund të jetë edhe një person i shoqërisë tuaj nga e kaluara, ose një person i fëmijërisë tuaj, dhe ju shoh përsëri në fund të javës që po mendoni shumë seriozisht në lidhje me këtë, mund të jetë shpirti juaj binjak në lidhje me dashurinë ky person që rikthehet tek ju dhe ju do ta mendoni shumë seriozisht kthimin e këtij personi. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju shoh që do mbështesni shumë fëmijët tuaj nga ana ekonomike, ose mund të ndodhi dhe kundërta, që fëmijët tuaj ju mbështesin ju nga ana ekonomike. Shoh që do tregoni pak nostalgjik në mesin e javës, në lidhje me dashurinë, me një person nga e kaluara, në lidhje me punën nga ana ekonomike. Ndoshta keni nevojë për një falje, ose ju të kërkoni falje, ose personi t'ju kërkoj falje në lidhje me diçka që ka ndodhur në të kaluarën. Gjithsesi, shoh që do keni dhe një ndjekës gjatë kësaj periudhe, gjatë javës së tretë,
Mund të jetë një person i ri që dëshiron të futet në jetën tuaj, por është dhe një person që mendon shumë seriozisht në lidhje me ju. Ndërsa në lidhje me punën, do futeni në partneritete, do jeni duke menduar për të rritur anën ekonomike, por ndërkohë ju shoh që do keni dhe një ofertë shumë të mirë dhe ju do filloni ta mendoni mirë këtë ofertë. Mund të jetë një ofertë pune, atëherë më falni për ndërprerjen. Gjithsesi do keni dhe një ofertë, mund të jetë një ofertë në lidhje me një partneritet, me një bashkëpunim, me karrierën tuaj, ku ju do filloni ta mendoni seriozisht këtë, por ju shoh edhe në pozicion të mirë ekonomik gjatë javës së tretë. Ndoshta do merrni disa para. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e 4. Atëherë në fillim të javës së 4, shoh që ju do ndjeni shumë të dashuruar në lidhje me një person. Shoh që mund të jetë një person, ky person mund të kujdeset edhe për dikë tjetër, ose në rastin tjetër ju mund të jeni shumë të dashuruar me një person, por është një person i tretë që ju shef me shumë zili në këtë njohje, në këtë lidhje ose në këtë marrëdhënie që keni. Ndërsa për disa të tjerë shoh përsëri partneritete në fillim të javës, duhet keni kujdes nga persona që ju qëndrojnë afër dhe janë ziliqar me ju, në lidhje me ju. Kjo mund të ketë lidhje, mund të jenë partneritete biznesi, bashkëpunime të ndryshme që ju mund të keni, thjesht duhet jeni të kujdesshëm nga një femër. Dhe në mesin e javës shoh që do vinë ndryshime të papritura te ju. Ndoshta ju nuk i keni menduar këto ndryshime, dhe shoh ju mund të keni ndryshim luku, ndryshim te vendi punës, një ndryshim ekonomik që vjen papritur tek ju, ose ju do ndryshoni disa situata papritur në lidhje me një njohje ose lidhje ose marrëdhënie, ku është një person i tretë ose personi tuaj kujdeset për një person tjetër, ose mund të jetë edhe një person i tretë që sikur ka zili dhe dëshiron të futet në marrëdhënien tuaj. Por dhe në lidhje me partneritetet dhe bashkëpunimet duhet keni kujdes këtu. Dhe në fund të javës së 4 shoh që ju mund të ndryshoni vendin e punës, mund të keni ndryshime të lukut tuaj gjatë kësaj periudhe, sepse është edhe fundi vitit, ose ju mund të ndryshoni diçka te shtëpia juaj, por gjithmonë këto ndryshime ndodhin për mirë. Por në fund të javës së 4, në fund të muajit, unë ju shoh që për pjesën e beqarëve ose për personat që futen në një njohje me këtë person, ju do jeni duke e menduar këtë njohje që keni ose këtë lidhje, sepse shoh që diçka aty nuk shkon mirë. Ju shoh pak të trishtuar, gjithsesi është fund viti, ose ju do ta refuzoni këtë person, ose nuk e di, por përqendroheni në një lloj mërzitje, sepse e keni kapur fort këtë kupën, edhe pse keni opsione të tjera, ju jeni duke menduar rreth këtij personi. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që ju do refuzoni ndryshimet që do vinë në jetën tuaj. Në qoftë se vjen një njohje re, ju e refuzoni. Në qoftë se vjen diçka që ju ta finalizoni në njohjet ose lidhjet tuaja, ju përsëri do ta refuzoni këtë. Sepse jeni përqendruar te e përditshmja juaj dhe nuk e shikoni këtë person, ose nuk i jepni kaq rëndësi këtij personi. Ndërsa për pjesën tjetër mund të refuzoni një punë, një ndryshim te vendi punës, në një pozicion ndoshta tjetër që mund t'ju caktojnë, ose mund të jenë edhe që ju nuk i pranoni ndryshimet e shoh, sikur nuk dëshironi t'i pranoni ndryshimet që do t'ju vinë, sepse janë ndryshime të papritura. Dhe këtë mund ta merrni dhe në lidhje me partneritetet, bashkëpunime të ndryshme, por dhe me karrierën. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë mesazhi ju japi për muajin dhjetor. Atëherë, ju shoh që keni kaluar shumë probleme në jetën tuaj, dhe këtu jemi te energjia e zjarrit, që jeni dhe ju vetë. Keni kaluar shumë probleme në jetën tuaj. Ka ardhur momenti t'i lini mbrapa, të çliroheni dhe të tregojeni më të kujdesshëm si në lidhje me njohjet, lidhjet, por dhe marrëdhëniet tuaja. Dhe ju thot, mos braktisni, mos braktisni një njohje që ndoshta mund të keni dhe një persona ziliqar në jetën tuaj, në marrëdhënien tuaj,
ose mund të keni dhe një person që dëshiron të futet në marrëdhënien tuaj, sepse shoh që është një njohje, lidhje ose marrëdhënie e mirë. Kujdesuni për atë që keni ndërtuar, thot. Dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë për një marrëdhënie, një njohje, një lidhje që ju e keni ndërtuar, ose në rastin tjetër në lidhje me punën tuaj, anën ekonomike, me partneritete dhe bashkëpunime të ndryshme, dhe mos lejoni persona që të futen në punën tuaj. Dhe ju thot, duhet besoni thellë brenda vetes tuaj. Është një mesazh shumë kuptim plot, por dhe fantastik në lidhje me muajin dhjetor. Gjithsesi merreni parasysh këtë mesazh që ju japin ëngjëjt, ju do jeni të mbështetur nga ëngjëjt. Është një muaj fantastik edhe në lidhje me ju, thjesht do ketë disa momente që thjesht duhet të tregojeni të kujdesshëm. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni të shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e vitit 2026, sepse ju jeni një nga shenjat më me fat, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë, dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe një mbasdite sa më të këndshme.